Katerina merr në duar zemrën e Eminem, kush është vajza shqiptare që ka çmendur reperin. Katerina Malota, stilistja dhe grimierja me origjinë shqiptare, po thuhet se i ka vjedhur zemrën reperit Eminem. Bukuroshja bjonde, e cila prej vitesh jeton në Birmingham, Michigan, po lakohet gjere gjatë nga mediat e huaja dhe po flitet se prej kohësh është duke shijuar një romans me 53 vjeçarin. Historia e tyre mund të themi me plot gojë që është si ato historitë në për filmat amerikan. Katerina prej vitesh është kujdesur për flokët e Eminem në klipet e tij dhe me sa duket, tani do të kujdeset edhe për zemrën e këngëtarit. Deri më tani nuk ka asnjë foto apo reagim nga të zotët e punës, por ashtu si edhe një shprehje urtë thot, ku ka zë nuk është pa gjë. Shqiptarja njihet gjithësisht në industrinë e vipave, pasi prej vitesh ka punuar në sfilata nga New Yorku në Paris me disa nga stilistët kryesor në botë. Përveç stilimit të personazheve të famshëm, ajo ka qenë edhe mentorja e talenteve të reja në kolegjin prestigjioz të artit dhe dizajnit Central Saint Martins në Londër. Qasja e saj inovative ndaj bukurisë ka fituar njohje në revistat kryesore të modës përfshirë allure. Kur nuk udhëton për projekte me personazhe të famshëm, Malota e ndan kohën e saj midis klientëve në Birmingham, Michigan, Miami dhe New York. Ajo gjithashtu ka bashkëpunuar me artistë të mëdhenj si Snoop Dogg, Robin Thicke dhe 50 Cent.